Të dashur vëllezër dhe motra, mesazhi im për ju është në lidhje me njerëzit që e përulin veten për interesat e kësaj bote. Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin famëlart citon: "Man kana yuridu al-'izzata", kush dëshiron madhërim nder, falillahi al-'izzatu jami'a. Ta di se madhërimi i përket vetëm Allahut. Profeti Muhamedi a.s. paqja Allahut qoftë mbi të, thot: "Man tavada'a lillahi", kush e përul veten e tij për hir të Allahut, rafa'ahu Allah, Allahu e lartëson atë. Kush i nënshtrohet krijesës njerëzore për të përfituar interesat e kësaj dynjaja, Allahu e ul dhe e poshtëron. Dhe kush i përkulet Allahut, Allahu e lartëson edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër.